Mjeku çudit botën, ky gabim që bëni me mandarinat mund t'ju kushtojë jetën. Prej muajit nëntor nis periudha disa mujore në të cilat mund të konsumohen mandarinat. Por çka i bën të shëndetshme ato dhe ngrënia e tyre përse ju ofron vlera? Mandarinat shpesh ngatrohen me portokallin edhe pse janë fruta të ndryshme. Në fakt, të dyja njihen si fruta me pak kalori. Dhe për njerëz të njëjtat vlera ushqyese, por mandarinat janë edhe më të ëmbla dhe më të vogla se portokalli. Po ashtu, ky frut ka një lëvore më të qërueshme dhe është më i vogël në mallësi. Në gjuhën angleze ato e njihen edhe si tangerina për shkak se ato morin emrin nga vendi prej të cilës janë importuar. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Tanxhari i Marokut. Mandarinat kanë po ashtu edhe shumë ujë në brendësi, rreth 85% e peshës së tyre, përmbajnë më së shumti karbohidrate dhe gati as pak yndyrë. Për dallim nga portokalli që ka shumë vitaminë C, mandarinat kanë vitaminën A. Përfitime shëndetësore nga dy fruta konsistojnë edhe me shumë vlera. Megjithatë, studimet bëjnë thirrje për kujdes për shkak të efekteve anësore që ato mund të prodhojnë në shëndetin tuaj. Nëse hani portokall ose mandarina me tepri, mund të keni dhimbje të mëdha të barkut, që mund të çojnë deri në diarre. Po ashtu, tepria me mandarinat mund të çojë në shtimin e peshës, të vjedha, marramendje, fryrje barku, thartir stomaku, dhimbje koke dhe pagjumësi, citon Cleveland Clinic. Nëse e teproni me konsumin e këtij fruti, mund të kthehet në një dëm të organizmit. Doktor Tamara Prunseva, nutricioniste, njoftoi se është e rëndësishme të mos konsumoni më shumë se 5 kokra mandarina në ditë. Është një frut i mirë për shëndetin, arrit imunitetin, ndihmon në largimin e toksinave nga trupi dhe mund të përmirësojë gjithashtu gjendjen tuaj shpirtërore. Numri mesatar i mandarinave që mund të hani në ditë është 3 deri në 5, por jo më shumë se kaq. Doktoresha citon se nëse e teproni me ngrënien e mandarinave, atëherë do të krijoni edhe probleme të shëndetit tuaj. Si fillim, mandarinat duhet të pastrohen me ujë të nxehtë përpara se të konsumohen, sepse trajtohen me substanca të dëmshme për trupin që e mbajnë atë në lëvorën e tyre. Dhe kështu përpara se t'i qëroni, duhet t'i pastroni ato me ujë të nxehtë. Tuli i mandarinave është shumë i dobishëm si dhe lëvorja e tij, sepse përmban gjithashtu shumë antioksidantë. Membrana e bardhë që ndaj në thelbinjtë e agrumeve përmbajnë substanca të fuqishme antiinflamatore, gjithashtu edhe për përmirësimin e organizmit. Por sidoqoftë, konsumi i tepërt i mandarinave mund të ketë anën e tij të errët për organizmin. Nëse e konsumoni më shumë se sa nevojitet, ato mund të shkaktojnë probleme siç mund të jenë alergjit, fryrje të stomakut dhe të përkeçojnë gjithashtu edhe problemet kronike të tretjes, sepse ato përmbajnë një përqindje të lartë të fibrave dietike. Ekspertët këshillojnë të hani mandarina në mëngjes deri në orën 5 të mbasdites. Është e rëndësishme të mos i konsumoni ato me stomakun bosh. Dhe gjithashtu, nëse e keni stomakun më të ndjeshëm, është më mirë që t'ja evitoni t'i konsumoni esoll. Efektet e tyre janë pozitive për organizmin nëse nuk bëni këto gabime të cilat i përmendëm më herët. Mandarinat përmbajnë nivele të mira të elementëve ushqyes, ndaj përfshirja e tyre në dietën tuaj brenda normës lejuar do të kthehen në një element pozitiv për organizmin. Mandarinat janë një nga frutat popullor të agrumeve, kjo për shkak të aromës dhe formës së tyre, gjithashtu edhe shijes së veçantë. Ndaj përdorimi i këtij fruti në dietën tuaj do të kthehet në një aleat të vlefshëm për mbrojtjen e organizmit në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Ato kanë një reputacion për të qenë të ëmbla më shumë se portokalli, dhe kjo i bën gjithashtu një zgjidhje mjaft e mirë për dietën tuaj. Si çdo agrume, mandarinat kanë një bollëk të vitaminës C. Ato gjithashtu kanë edhe një sasi të moderuar të vitaminës A. Në 100 gram mandarina ju do të siguroni afërsisht 14% të marrjes së rekomanduar ditore të vitaminës A. Fal vitaminës A dhe vitaminës C, mandarinat ndihmojnë trupin në luftën kundër inflamacioneve, pasi përmbajnë një sasi më të madhe të antioksidantëve. Ato ndihmojnë gjithashtu edhe sistemin imunitar
të shkatrojë organizma të dëmshëm dhe në këtë mënyrë të largojë mbeturinat në trupin tuaj. Kaliumi, i cili gjendet te mandarinat, është gjithashtu i mirë për qarkullimin e gjakut sepse zgjeron enët e gjakut. Prandaj, ne nuk duhet të teprojmë me kaliumin, mjaftojnë 2 ose 3 mandarina në ditë për të marrë vlerat e duhura të tij. Përfitimet shëndetësore që do të merrni nga konsumi i mandarinave janë vërtet të larta. Sipas Cleveland Clinic do të rendisim disa prej tyre të cilat do t'i merrni nga konsumi i rregullt i këtij fruti. Përmirëson shëndetin tuaj të lëkurës. Të kesh nivele të shëndetshme të vitaminës C në trup është e rëndësishme për lëkurën, e cila të jetë më e shëndetshme. Është treguar se vitamina C do të luajë një rol jetik për mënyrën se si trupi juaj do të prodhojë kështu edhe kolagjenin. Kolagjeni është ai që e bën lëkurën tonë të duket më e re. Gjithashtu është treguar se vitamina C mund të parandalojë dhe trajtojë dëmtimet e lëkurës të shkaktuara kryesisht nga ekspozimi në diell. Shëndeti juaj i syve gjithashtu do të përmirësohet me konsumin e rregullt të këtij fruti. Një përfitim tjetër i përmbajtjes së lartë të vitaminës C në mandarina është mbështetja e saj për shëndetin tuaj të syve. Ka prova se vitamina C dhe antioksidantët e tjerë ushqyes mund të ndihmojnë në të mbani sytë tuaj të shëndetshëm për një kohë më të gjatë. Shëndeti juaj i zemrës do të përmirësohet. Një studim 5 vjeçar i më shumë se 500.000 të rriturve zbuloi se konsumi i të paktën gjysmë filxhani fruta të freskëta një herë në ditë mund të zvogëlojë ndjeshëm rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare. Pjesëmarrësit të cilët hanin mandarina kishin gjithashtu një zemër më të fuqishme dhe një organizëm më të shëndetshëm. Mandarinat gjithashtu janë një zgjidhje shumë efektive edhe për personat të cilët duan të humbasin kilogramet e tepërt të trupit të tyre. Mandarinat mund të ndihmojnë gjithashtu në humbjen e kilogramëve të tepërt duke arritur marrjen e përditshme të fibrave për dietën tuaj. Agrumet përmbajnë gjithashtu një fibër e cila njihet si celuloza. Kjo lloj fibre rrit ndjesinë e ngopjes dhe ngadalëson kalimin e ushqimeve nëpërmjet traktit tretës. Kjo nga ana tjetër do të ndihmojë edhe në rregullimin e oreksit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Ekspertët këshillojnë konsumin e mandarinave në mënyrë të rregullt, por pa e tepruar me sasinë e konsumuar të tyre. Kështu do të keni një nxitje më të mirë të shëndetit. Mandarina është një zgjidhje fantastike që mund të përdoren në forma të ndryshme. Ato do të rrisin imunitetin. Mandarinat kanë në përmbajtje të tyre vitaminën C, e cila ndihmon në forcimin e sistemit ton imunitar. Qelizat e bardha të gjakut, komponenti kryesor i sistemit ton imunitar që mbron trupin ton, si rezultat mund të kundërveprojë me elementet e dëmshëm. Mandarinat do të përmirësojnë shëndetin e lëkurës. Mandarinat janë jashtëzakonisht të shkëlqyera për shëndetin e lëkurës sonë dhe ndihmojnë për ta mbajtur lëkurën të hidratuar dhe të lëmuar për shkak të një numri të madh të aftësive antioksiduese dhe përmbajtjes së ujit që përmban. Cilësitë antioksiduese shërbejnë për të mbrojtur lëkurën tonë nga dëmtimet oksidative nga radikalet e lira. Konsumi i rregullt i tyre në studim është treguar se përmirëson shëndetin e lëkurës dhe parandalon shumë forma të shqetësimeve të lëkurës si njollat e errta, rrullat, aknet, gjithashtu dhe simptomat e moshës. Mandarinat janë të pasura me folate. Ato janë të larta me folate, të cilat janë një lloj vitamine B. Folati ndihmon në prodhimin e elementeve gjenetik kritik në trupin e njeriut si ARN dhe ADN. Gjithashtu ndihmon në funksionin e duhur të qelizave të kuqe të gjakut dhe ekurit në trup. Konsumi moderuar i folatit mund të ndihmojë në parandalimin e ndryshimeve të ADN-s që mund të çojë në krijimin e problemeve të radikaleve të lira. Ndihmojnë edhe në humbjen e peshës. Mandarinat mund t'ju ndihmojnë në humbjen e peshës duke rritur marrjen e fibrave. Mandarinat dhe frutat e tjera agrume përfshirë fibrat e patreqme të cilat nuk fermentohen në zor, si celuloza, mund të shkaktojnë gjithashtu një përmirësim të humbjes së problemeve të tretjes. Mandarina ndihmojnë edhe në detoks. Nëse doni një detoks më të mirë, atëherë përfshiheni ato në mënyrë të rregullt në dietën tuaj. Konsumi i tyre në norma të duhura mund të japë rezultate fantastike për mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tu.